Ramush zbote pak fjallorin se me qtatin muj tjetër mundesh me kanë edhe je kandidati që mundesh me kanë presidenti Kosovës. Tu kisha lut do zagar që i ki afër teje që të këshillojnë qaq keq. Jo me largu, po mi spostu pak. A din se janë ka të këshillojnë qaq keq tu menu që ti mundesh të sha Albin Kurtin e të sha vetëvendosin, mundesh me marr vota prej vetëvendosës. Atë punë harraje. Po, une kam një mendim tjetër për presidentin arshëm, ku menu shumë ko edhe nuk ku mujt me gjetë njeri që i plotson paka shumë kushtet sa i plotson ti. Edhe prej krejt aty në ofendimeve që i ke ban, s'ka lidhër, kena me t'i falëm, na për fushata kalohen, nuk është problem e punë. Po, kur përmenoj qëfar presidenta kena pas na, për para, Begjet Paçollin e shumë tjerë, mos i përmeni memën e dini krejt, tash kur po tham president Ramushi, po mdoket kjo se është George Bush. A di farlomi kena pas për para, kjo apet unë del se është George Bush për president. Është me adhon hakun, s'mundesh me amohu atë, është familja e dytë në Kosovë mas familjes legjendare, ta Demjasharit, janë Haradinaj. Respektin që kanë të dy familjen mes veti, që Ramushi respekton familjen e Ademjasharit edhe familja Ademjasharit e respekton njëkohësisht familjen Haradinaj, e ban pak me ka përcy natet e tona, sharjet, në përfushata sene, po, unë për veti s'kisha pas qef që shto sharjet e njejta me vazhdu prej teje, se unë nuk jam i sigurt që ti nuk vinë të shamje prej teje, po prej atyne që të këshillojnë, prej atyne njerëzve që ta bojnë rafsh, se nuk guxojnë me thonë jo. Tu kisha lut me gjetë një dy vetë që mujnë me thonë jo. Këshilltar që mujnë me thonë jo, keq e ki. Jo që si këshilltar që i ki, sot që veç ta bojnë rafsh ma shpine se ata kanë veç interesin financiar, se nuk janë nin për ty as për familjen tone. Një njeri që ta ban rafsh, dije që ai njeri veç është të ta maru gropën, edhe përfiton prej teje sa të mundet. Mendimi jam është, edhe i shumë njerëzve që kum bisedu, që kandidati më i mirë që mundet Albini me pranu shumë let është Ramushi, edhe i kisha ban thire Albinit që kandidatin për president mas zgjedhe me kon Ramushi. Nuk është që nuk është patriot, nuk është që është i paguximshëm, edhe besoj që meriton me mbyll karrierën e tina, edhe si familje, me thonë, okej, po bona president 5 vjet, edhe po shkoj te shtëpia. Kështu menoj. Tash, nashta unë kam gabim, po jo që këshirni këtë video, mundi me shkru komente, mundi me shkru mendimin e ju, çka mendon ju dhe çka thoni. Prej krejt këtyne senev, besoj që ky mundet me kon presidenti shumë më i mirë se do që kena pas përpara. Edhe pse unë e kam bërë teze, s'kam ku me qu, se mi kam orë 2 teze, po është një dishka që unë kur një jetëme për politikë se kum votu. Edhe nuk i votoj, edhe i tham haptas,
nuk e votoj AK-n. Dhe jo për fajin e këtina, po për fajin e do që si loma që i ka aty në parti, që dolin e shajnë mërgatën e tanit, nesër dolin as nuk kërkojnë falje, unë atë njeri s'moj me votu për 500.000 vjetë. Nuk moj me qitë votën ati njerit. Po, Ramushi është eksepsionel, është dishka maj veçantë, dhe nuk i krasoj për AK-n me Ramushin. Ramushin e qes pak si ma veç, edhe pse ka plot gabime, ka shumë gabime që ka ba, po për president menoj që ka me konë maj miri. Jo pres në komente që ka me ndonë edhe ju, edhe është e gachme vetë vendosja me dhonë postin e kryetari shtetit Ramush Haradinaj. Kaloni mirë deri në videon arshme. Përbes që të Vjosa Osmani nuk po moj me kuptu prej një presidente që ka pas respekt mi 80% popullatës, 90% popullatës, më këthy në këtë në gjenje pevaqic për 6-7% ose mas shumë të 10%, që to nuk po moj me kuptu këta njerëz edhe këta loj politikanash së kur kja. Kur peni të folna për do të bime do sene, për ma gërdit, jo pevaqic, po 3 herë pevaqic për mdel. Krejtë Kosova të shumë, ati fetja, nuk është kryetare, aje ka dollë kryetare për mi kryetare, aje pëmon venin e vetë, jo, aje shkon lull, qka shkon kjo tjetra. Qysh mundet shkon atë në partije, merë numrin 1, pse mos me marë numrin 2 për shamëll, edhe këta të LDK-s, edhe këta une nuk s'pëmoj me kuptu, në ditën e votimit me dollë, pse me aqit votën Vjosës, kur mundet me aqit votën Lumnierit e atyne që janë konë për balë çdo ditë me LDK-n, edhe të ke fundit banja rafsh të mirë se ke ardhë për qafe anena kënena, por kur vjen dita e fundit të vota, mos aqit votën, se nesër apetik për ti. E ban një klub të vetin që ato me 6 deputet edhe ndohet për juve. Bili të pakten mës ju mashtrën edhe juve, pse na mashtrënjeve vetë vendosës, tash mës ju mashtrën edhe juve, mës bëni viktim të e ditë kush është. Mës e qëtë një votën, edhe pse është numër 1, votën numër 2, numër 3, atjetrin, listën e saj, pse me votu listën e saj. Prej 15 deputetve, LDK-ja ka ra tash 10 deputet, se 5 janë tasajna direkt. Dhe me thonë, LDK-ja i ka prej 15-ve ka me ra në 10 deputet, ose 9 deputet, se 5, ato në 10 që në parë që i ka 5 kandidat, ata kalojnë, ata nuk janë të LDK-s, për janë Vjosës, ajo lunë me juve që shdënë. Nese, ju e dini, unë vesh për ju apë kshila qëto papare, se ju e dini shka bani, po unë me kanë vend juj, unë kur votën se kësha qitë, e votoj Lumnierin, e votoj atjetrin, shka për di unë e amnat që janë për funi, ama Vjosës kur për jetën e se kësha qitë, a rafshja kësha bon, mirë se erë dhe anena për qafe, ati e mbretnisht, e kështu, ama votën kërk, ja kësha ras, e votën se kësha qitë, po nese ju e dini ma mirë.